nëse shpallë fajtor, çfarë rrezikon Berisha dhe Dhëndri? A ekziston mundësia i Sali Berisha të shkojë në burg, apo dhe në një rast dënimi për shkak të moshës në dënimi alternativ? Çfarë ndodh në këtë rast? Janë dy elementë. Vepra penale për cilën akuzohet në pikpamje formale dënohet nga 4 deri në 12 vjet burgim. Në varësi të fajt, në varësi të shkaqeve, në varësi të rrethanave të cilat mund të përmenden edhe mosha, sigurisht që gjykata në rast se gjen fajtor, patjetër do bëj dhe ato që quhet cilësimet e rrethanave rënduese dhe lehtësuese për të bërë një balancë për dhënë një masdënimi nga 4 deri në 12 vjet burgim. Sigurisht, këtu jam marrë për maltezit i shtohet dhe pastrimi produkteve të veprës penale, që është 287, janë disa pika, aty 5, 6, 7, që janë vepra penale që fillojnë me dënime mbi 15 vjet burgim, të cilat, sigurisht, në individualizim në dënimeve, gjykata në rast se gjen fajtor këta persona, mund t'jap në këto marzhe dënimi, përsa i përket moshës. Mosha është kategorike përsa i përket masave të sigurimit të arrest në burg mbi 70 vjeç nuk jepen, kurse dënimi do rrethana dhe arsye të tjera për t'u përjashtuar nga dënimi me burgim. Dhe sigurisht, mosha e madhe sigurisht që kërkon një lloj vlerësimi dhe një lloj reflektimi nga gjykata që mund t'jap një dënim alternativ siç mund të jetë dënimi me kusht. Gjithnjë që t'jemi të qartë në rast se do arrijë në konkluzionin e fajësisë. Po Dhëndri? Diçka më shumë dhe shumë më tepër, sepse ka pastrimin e produkteve të veprës penale dhe është veprë penale që fillon nga 15 vjet e sipër. Sepse janë disa elementë të veprës, janë disa elementë të veprës penale. Pranohet si fajtor? 287, mos ta gaboj, është paragrafi i 2 dhe gërma B, C, Ç dhe D të kodit penal, po të 287. Dhe më thënë, është marrë dënimi shumë i rëndë, sepse i veprës penale të korupcionit pasiv zyrtarëve të lartë që është 260. Referuar faktit procedurial, do flasim edhe me procedurë. Faktit që prokuroria arriti të bëjë një hetim e të çojë në seancë paraprake, një gjykat bëri po themi filtrimin si pas procedurave të reja dhe vlerësoj në mënyrë empirike, gjykata e hetimit e seancës paraprake dhe vlerësoj në mënyrë empirike faktin që po ti mund të shkosh në gjykim si prokurori dhe të kërkosh të provosh akuzat, tregon që ka diçka që do të diskutohet në seancat gjyqësore, tregon që ka diçka që do të diskutohet në shqyrtimet gjyqësore. Këtu sfida mbetet e prokurorisë, sfida mbetet në kuptimin e provimit të akuzës së korrupsionit pasiv të ish kryeministrit dhe ish presidentit Republikës, duke lidhur atë në mënyrë të drejtë për drejtë me elemente veprës penale dhe korrupsioni pasiv, zonja Xama e prekur në mënyrë shumë logjike, po themi, dhe nga ana jo ligjore, jo me termat ligjor, por duke thënë, në rast se ti me veprimet e tua me dashje ke bërë një VKM të tillë, një ligj të tillë, ke krijuar një agjenci dhe ka përfituar vetëm ti dhe jo persona të tjerë, kanë përfituar dhe shumë qytetarë të tjerë pavarësisht nga veprimet e tua, sigurisht që duhet të provosh pasaj dhe mëtej dashjen, duhet të provosh lidhjen shkak pasojë për të shkuar në konkluzionin e arritjes së kryerjes së veprës penale, konsumimit veprës penale. Është e vështirë dhe prandaj unë e kam thënë që në emisionet e para tek ty është sfida më e madhe që ka prokuroria, sfida më e madhe që ka prokuroria për sa i përket shqyrtimit gjyqësor të kësaj dosje. Dhe fati i madh është që shqyr që do kemi një proces gjyqësor ku do shqyrtohet çdo provë për të parë çdo element të mundshëm të ekzistencës së veprës penale të korrupsionit pasiv të zyrtarit të lartë. Në rastin konkret, lidhja shkak pasoj me veprimet që ti ke kryer si kryeministër dhe përfitimet që ke marrë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort, do të shohim se si do të vej gjatë gjykimit. Deri tani, ne nuk mund të themi asgjë se si do të shkojë kjo çështje. Ti si jurist, si njëri ligj, sepse Ola e ka këtë mendim, po ti e ke edhe vazhdimisht studion time të shqetësim. Se kjo është një sfidë shumë e madhe. Po, edhe kolegë të tjerë këtu kanë mbrojtur, shpesh kanë mbrojtur idenë që në qeverisjen e Berishës ka momente të tjera shumë interesante, shumë të rëndësishme. Mase shumë flagrante, shumë flagrante se sa kjo. Shumë bardhëzi që mund të kryer veprën penale. Vetëm mos e ne për shumë si gazetar, gjithsesi tani të pyes kolegët. Mërtir, ti si e mendon tani?
këtu ka një abuzim masë. Unë pash dhe sot deklaratën e qoftë Berishës, qoftë të LRI-s, qoftë të Maltezit, që thoshte që ne po në akuzojnë se në ka... Me studion këtu, pastaj rilidhemi me Olën. Në ka denoncuar zoti Balla, por Balla ka gënjur sepse ne nuk e kemi pasur truallin, pra trualli ka qenë joni, nuk ka qenë shtetëror etj etj. Pra këta merren me aspektin periferik të çështjes. Fakt, unë kam qenë gazetar të 35 vjet, po nuk përbën një subjekt të rëndësishëm, ndoshta përben, por unë kam qenë, kjo ka qenë një tokë shqitër italianëve, me thënë drejtë. Po pra. Dhe pastaj ishtë kësue shtetë shqiptar. Bëshqitur dikur në konë me zogut, por nëse kjo është një gjë që duhet të kemi para institucionet të ligjit. Akuzan vetë nuk është për... Kuptonë me bëtën. Ka qenë... Nuk është për... Dhe unë jam marrë me këtë kur ka qenë kryeredaktori Gazetës Republika. Pavarësisht se dal kjo çështje vlet ta gjykoj gjykata, por unë shoh që mënyra se si mbrohen publikisht zoti Berisha apo njerëzit e tij, nuk i përgjigjet asaj çfarë na ka dalë se për cilën akuzohet. Zoti Berisha nuk akuzohet se ka bërë ligje që kanë favorizuar pronarët dhe ka përfituar dhe dhëndri. Zoti Berisha akuzohet se ka krijuar një rrjet njerëzish, ka përdorur një rrjet institucionesh nëpërmjet cilave ai ka transferuar një pronë e cila ka qenë në pronësi të shtetit apo të paktën të Ministrisë Mbrojtjes, e ka kaluar në pronësi private të pronarëve. Dhe këtë e ka bërë në kundërshtim me ligjet, në kundërshtim me rregullat, në kundërshtim me planin urbanistik, ka përdorur njerëz që i ka pasur në pozicione kyçe, ka kërcënuar shefin e shtabit, mos gaboj, ka shkarkuar nga puna njerëz, pra ka krijuar një skemë të tërë nëpërmjet cilës ai ka arritur ta përfitojë këtë pronë, një dhe dyta ta shumë fishoj, sepse nuk ka përfituar vetëm pronën e vet, por ka përfituar edhe 5 milion euro të paktën shtesë, të cilat kanë ardhur nga fakti që zoti Maltezi është ofruar që vetëm unë ja u bëj këtë, kështu që më jepni mua përqindjet që unë ja u realizoj. Dhe ky e ka bërë këtë sepse ka pasur vjerrin kryeministër. Tani gjitha këto, unë nuk marr përsipër të them nëse është apo s'është fajtor, këtë e vendos gjykata. Por unë ndoshta ajo janë nisur që nga ky momenti këta. Ajo që ne mund të themi, ndoshta janë nisur nga momenti kur kjo është shitur italianëve. Që ta përmbyll, ajo që ne mund të themi është fakti që ai nuk akuzohet për atë çfarë thonë këta. Pra ai akuzohet për një grup, pra për një përpjekje në bashkëpunim për të përdorur shtetin për interesa private. Dhe mua më duket që kjo qëndron si akuzë. Pastaj vërtetohet kjo pastaj. Është dobët thonë sepse kjo ka 35 vjet që bëhet në Shqipëri, për ne si gazetar. Këtu janë bërë krime shumë të mëdha. Tela, të ndërhyj pak. Shiko, duke qenë se kemi të bëjmë me një ndërthurje të fortë të së drejtës penale, me të drejtën administrative, me të drejtën civile, sigurisht gjyqi do jetë i vështirë. Sepse kemi ndërthurje të konflikteve civile, konflikteve administrative, shkeljeve administrative, shkelje civile, të cilat nuk e dima do shkojnë tek penalja. Ajo që thoni ju mund të qëndroje drejt përsa i përket... Ndoshta zgjedhur dhe kjo mo. Ajo që thoni ju mund të... Zoti avokat. Përsa i përket... Zoti avokat. Momenteve... Ndoshta zgjedhur dhe kjo mo që të mos mbaroj kur...